ta kishte shansën të na i sjell 3 emra ta zëm. Një emër LDK-ja, një emër PDK-ja dhe një emër asnjëj në kuptimin partijak të fjalës dhe ne do t'ua garantojmë zgjedhjen me atë rast, edhe kjo u refuzua. Paraprakisht ofruam rokadën e pozitës së kryetarit të parlamentit me presidentin, sepse thoshin ju doni të merrni 3 pozitat. Ja, ne po postojmë Albulenën, ajo bëhet nën kryetare e kuvendit dhe kanë mundur zotri Shala ose zonja Çitaku, zotri Hamza ose zotri Abdigjiku, cili do për tyre të jenë sot kryetar të kuvendit. Edhe kjo refuzua, krejt në fund, atëhere një lidere të shoqërisë civile, Feride Rushitin, e cila udhëheq qendrën për rehabilitimin e të mbjetuarve të viktimave të torturës, e propozuam si kandidate, ajo i pati 63 vota në kuti pas votimit të fshehtë, me që nevojitej kvorumi prej 80 votave, nuk kishim si procedonim më tutje. Me fjalë të tjera, Kosova kishte një presidente, po kuvendi s'kishte kvorum, sepse realisht në raundin e 3 61 vota në mësë të mjaftueshme. Zonja Feride Rushiti, doktoresha Feride, i kishte 63, dhe tash jemi këtu për shkak se 4 propozime kapitale tonat, shprehje e gjenerozitetit dhe për të vazhduar në mënyrë normale, u refuzua në mënyrë kategorike nga 2 partit më të vjetra se ne e opozitare, në kushtet kur e keni parasysh 15 LDK-ja, 15 LDK-ja, po 22 PDK-ja, bashkë bëjnë 37, e ne ishim 57. Pra, tash në demokraci duhet shihen pak edhe për masa e votave, besoj. E jo vetëm kështu sa parti politik jenë aty. Qartazi për votat, ju i keni patur edhe më herët, zoti Kurti, dhe keni mundur këtë